Asnjë veprim nuk është ndërmarrë nga qeveria aktuale. Se është bërë pa asnjë plan. Që lidhen edhe për interesa financiare. Sigurisht, edhe ato të atyre të kalume. Ato janë të dërguara të gjitha në prokurori. Kur flasim për spitalin e Frejzajt dhe tendencën që të kemi ndërtim të një spitali të ri, është një spital i cili ka filluar ndër vite dhe është një sagë e historisë, ndërsa asnjë veprim nuk është ndërmarrë nga qeveria aktuale për realizimin e tij. Pikërisht për spitalin e Frejzajt janë ato të bëma të viteve të kaluara, të cilat e kanë bërë që ne të mos mund të investojmë në atë ndërtesë aktuale e cila ka probleme, qoftë me pronësinë, qoftë me mënyrën e ndërtimit, se është bërë pa asnjë plan, pa asnjë siguri teknike të asaj ndërtese, edhe pikërisht për këto, edhe nuk është bërë asgjë. Se ne kemi marrë masat deri te fakulteti ndërtimtarisë kanë qenë të angazhuar profesorët ndryshëm ku ne jemi munduar që ta funksionalizojmë dhe ta ruajmë atë. Mirë, por kjo ka qenë e pamundur. Kto janë historitë ndëgjuara të 5 vitet të kësaj qeverisje. Jo studim fizibiliteti, jo gjëra tjera, vetëm janë shpenzime koti dhe akoma nuk është nisë diçka në spitalin e Frejzajt. Qytetarëve intereson ndërtimi, 5 vite të humbura me një ndërtesë e cila ekziston, këto janë arsyet e paaftësisë menaxheriale, por edhe disa gjëra tjera që lidhen edhe për interesa financiare. Sigurisht, edhe ato të atyre të kalume, po që janë të njëjtit njerëz, të njëjtit individ që kanë udhëheq në sektorin e shëndetësisë që ju i keni afër vetes. Spitali Frejzajt është njëjtë sikur se çështja e rrugëve. Domethënë ajo është ndërtesë e formuar e ndërtuar pa asnjë plan, pa asnjë vizion. Mirë, po ajo ka qenë ndërtuar ad hoc. Ato janë të dërguara të gjitha në prokurori. Sekretari i përgjithshëm që ju e keni koleg, a ka dhënë përgjegjësi? Si kabinet politik, ne i kemi dërguar të gjitha organet. Për këtë arsye ne kemi kërkuar edhe aspektin profesional, ekspertizë teknike për atë ndërtesë. Autoriteti ekzekutiv që do duhet jap këtë llogari është sekretari i përgjithshëm si zyrtari kryesor financiar. Ai i cili e ka filluar dhe ai i cili, domethënë, asnjëherë nuk ka dhënë përgjegjësi dhe jo po fletni për disa iniciativa të humbjes buxhetore edhe për këto 5 vite.